Perandoritë muslimane pas kalifatit. Pas rënies së kalifatit Abbasid nga mongolët, ndikimi politik u shpërnda në disa perandori. A. Perandoria Osmane 1299-1924. Me qendër në Stamboll, Konstantinopoj ishte një nga perandoritë më të fuqishme në histori. Sultanët ishin edhe kalif pas vitit 1517. Sunduan në pjesë të mëdha të Evropës lindore, Azisë dhe Afrikës së Veriut. B. Perandoria Fatimide në Egjipt. Shi Ismailit që sunduan nga shekulli G deri në shekullin Gjii. Themeluan qytetin e Kairos dhe Universitetin Al-Azhar. Sa. Perandoria Moghule në Indi. Themeluar në shekullin Gjvi. Islamizimi i pjesëve të Indisë, zhvillimi i artit, arkitekturës, Taj Mahali.